Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Vibe në Media 60. Edhe sot jemi bashkë me të ftuar interesant, muzik, aktualitet dhe tema që po ngjallin debat në publik. Këtë pjesë do ta nisim me një emër të dashur të muzikës shqiptare dhe shumë të njohur për të gjithë shqiptarët. Prej vitesh ajo është pjesë e skenës me koncerte të shumta dhe këngë të njohura. Mirë se erdhe Bledar Dapa. Mirë se u gjeta dhe faleminderit për ftesën. Jam shumë e lumtur që të kam sot në studio. Kënaqësia është ime. Doja të di si nisi rrugtimi yt. Atë rrugtimi im ka nisur në moshën 9 vjeçare, sepse unë kam pasur babain muzikant. Edhe që në atë mosh kisha dëshirë të këndoja. Po atëherë nuk kam pas shumë këngë, kuptoj, ka pas shumë pak këngë kanë qenë. Edhe i shkoja babait nga mrapa. Ka qenë muzikant? Po, babim ka qenë klarinetist. Edhe kështu nisi. Cila ka që? Në moshën 11 vjeç kam dalë për herë të parë në dasëm. Cila ka qenë kënga jote e parë nëse e mban mend që ke kënduar dhe preferuara? Atëherë, ta thash dhe herë që atëherë nuk ka pas shumë këngë në atë kohë që kam dalë unë. Ka pas këngë, po flasim nga këto këngët që ishin për i çik për rini, kanë qenë pas qenë kënga Alma mos më bëj katile, zemra ime do konjak, kam pas qenë ca këngë atëherë të rinis. Dhe kështu. Ke qenë në dasëm kur ke kënduar për herë të parë? Në dasëm kam qenë diku në një fshat ande nga Nikla. Diku Nikla, Larushk, nuk më kujtohet mirë. Edhe mbaj mend që më zete gjumi se ka qenë natë vallësh, nga ora 11 kështu 12. Edhe më puste gjumi, babi thonte bleti shpejt. Shpejt shko këtë qesë ma lagi sytë më ujtë fëtot që dali gjumi. Edhe kështu. Si të pritën dasmorët asaj koha? Për zotin mirë shumë. Ishe një talent? Normal. Po kur e kuptove se kënga do të ishte profesioni yt i të ardhmes? Por e kuptova sepse e kisha qef, më kupton. Ishte pasioni im. Pasioni im ishte vetë të muzika. Ku të gjenë më shumë, më shpesh publiku gjatë sezonit veror? Sezonit veror neve faktikisht e kemi pak të ngarkuar me dasma dhe vende të ndryshme, kurse sezoni i dimrit, sepse unë nuk pushoj dimër verë, mashallah shqyr zotit, elhamdulillah mirë kam qenë me punë. Unë sezonin e dimrit, me fjalë, jemi me këto lokale familjare, kam disa lokale familjare që të premte të shtunë, për shumë një të premte jam diku tjetër, të shtunë jam diku tjetër. Me që jemi të dasmat, tani dua ta di unë, sa fiton për një natë? Sa fiton? Po varet se të se janë këto bakshishet, se ne shqiptarët e kemi që të hedhim... Janë këto punë, se dasmat, si me thonë drejtën, kanë kalu i qikë, kanë kalu pak biznes, me thonë. Biznes, me thonë. Se tani është bërë çdo gjë me pazar. Për shembull thoti zoti shtëpi sa ndoni ju, tu më kaq. Ça hidhen thoti marrën. Ndodh dhe kjo? Po ndodh, jo ndodh, po kështu është bërë. Kështu është bërë gjithandej. Nuk përfiton bakshishe, nuk i merr ti bakshishe. Ka bakshish, normalisht që ka. Normalisht se vjet dikush të jep ty të respekton, më kupton, është pjesë tjetër ajo, por dihet që ke një pazar dhe kaq. Po në herë ndasëm, ka thënë pronar i zoti dasmës. Hajde këndo, performo, qof gjysore pa lek. E ke bërë? Po e kam bërë. Pse e ke bërë? Po e kam bërë se kemi shokë, kemi miqsa. Për shoqëri? Shoqëri e miqsa, tash i njëri që se njeh si mund të shkosh. Ti je i muzikës popullore? Muzikës popullore. Pse u kanalizove pikërisht në muzikën popullore? Sepse aty gjeta veten. Dhe më pëlqente. Kupton, unë nuk është se nuk i kënoj zhanre të tjera, i këndoj, nuk është se nuk i këndoj, por pjesa ime është Shqipëria mesme, që me fjalë unë gjej veten aty. Sa koncerte realizon mesatarisht gjatë të muajve? Por gjatë muajit varet 4 ose 5. Cilat janë zonat, krahinat ku publiku është më i zjarrt, më energjik? Shqipëria mesme.
thua për Shqipërinë e Mesme, nga që vet nga Shqipëria e Mesme dhe bën të pamundurën që të janë më allegro. Edhe pse unë me fjalë popullit atë lloj rrymë i kam sjell. Më kupton? Po kënga që të kërkojnë më shpesh, cila është ajo? Kënga që më kërkojnë më shpesh, unë kam bërë dhe një tash, është një fjalë që ajo po, si me thon, po lëviz pak, edhe në YouTube është kënga Rumullak rrugës Bardhyl, që e kam... Është e bukur ajo. Edhe është shumë virale dhe doja të pyesja pikërisht për këngën Rumullak rrugës Bardhyl. E prisje këtë? Që të bëhet kaq virale dhe kaq e pëlqyer. Faktikisht nuk e prisja që të bënte kaq virale, por ndodh ka herë. Si këngun atë e kam bërë që para 2 vjetësh. Po pra. Por e pata bërë me disa foto dhe e pata edhe në YouTube. Do t'i fillun kolegët e mi të e knu në për evente, në për dasma, në për gëzime familjare dhe po e shifsha që po e kërkoshin shumë. Është e bukur ajo. Edhe thash pse mos ta sjell thash me një klip. Është shumë e bukur. Tash ai klipu wow, nuk është, po e solta. Është muzikë e mirë ajo, më pëlqen dhe mua. Dhe ajo po boni çikzo për momentin. Por të mos nënvlerësojmë të tjera, cila është tjetra, e dyta? Pastaj unë i kam këto këngët që kam për shembull, që i kam i hite. Thonë më shumë. Për shembull kam bërë këngën me Valbona Alilin që e përshëndes. Këngën Çun, s'ka si Çuni. Edhe ajo Nami ka bërë si këngë, edhe po bën Nami në përdasma, me thonë drejtën. S'ke shans pa e knuhet e 4-5 herë, 10 herë në dasëm do ta knosh të s'bon, sepse e kërkoj njerëzit. Po kam këngën Ka Baba Çun. Kam bërë këngën Si mje bërë mi të morshat ligat. Edhe ajo është e bukur. Edhe s'u kujtohen tani me thonë drejtën, se edhe i qik ato emocionet e këtasish. Sa vite karrierë ka? Kam 31 vite. Si të duken? Ka pas në një moment vështirë që ke thënë stop, do ta lë? Se ne të gjithë ju shikojmë nga ekrani që sillni çdo ditë më shumë, pasherë nuk e dim vështirësinë tuaj. Momente vështira nuk është se kam pas momente të vështira. Momenti vështirë është kjo, është pjesa e lodhjes. Ti punon në studio, sa orë mund të rish në studio për të bërë një muzikë? Po varet, sepse një këngë që të bëhet nuk mund të bëhet për momentin, më kupton? Sa zgjat? Unë shkoj 1 javë, 2 javë, dhe 3 javë, që të dali diçka e bukur. Cili ka qenë personi që të ka mbështet në gjithë rrugtimin tënd? Personi që më ka mbështetur në rrugtimin tim i pari ka qenë familja ime. Në radhë dytë është kompozitori Gzim Neri që e përshëndes. Kam pas fatin që unë e kam dhe njeriu tim, po e kam dhe shumë shok. Dhe ai është kompozitori i këngës Rrugës Bardhyl. Që e përshëndesim. Ja përshëndesim. Po marrëdhëniet me kolegët në tregun muzikor si janë? Marrëdhëniet me kolegët nuk është se i kam pas keq. I përshëndes gjithë kolegët pa përjashtim. Nuk është se kam pas fërkime ose jo, gëzën respekt kaq. Kë vlerëson më shumë nga kolegët? Tash ti unë nuk mund t'i ndaj, jam kupton Po tani sepse një do na e thuash. Unë e kam mik shtëpi rrallë parë. Plus që e kam edhe si vlla. Plus që e kam edhe koleg. E kam edhe koleg që unë mate kur shkoj unë mate ndasëm, jo se po e them këtu para kamerave, po kur shkoj unë mate ndasëm bëhet veni tërmet. Turi Zirin e përshëndes, Artur të përshëndes. Po për bashkëpunimet, ka ndonjë gjë të re në horizont? Bashkëpunimi i ri do plasi tash shumë shpejt. S'do na zbulosh? E kam një bashkëpunim me djalin me Orgito. Do me thënë dhe djalin e ke fut në muzikë? Po. Ishte pasioni ti apo? Ishte pasioni ti. E vlerëson? Po normal që e vlerëson. Do sa mbështetës je për djalin? Por zotin jam shumë mbështetës ndaj tij. Vetëm në fushën e muzikës? Në fushën e muzikës dhe në çdo problem që ka ai. Në çdo problem, në çdo aspekt që do t'i duhem unë. E pret që muzika me djalin do të jetë një super hit. Si e mendon? E mendoj që do jetë se s'bon. Dhe jam shumë i sigurt që është hit. Dhe uroj shumë sukses. Falenderoj. Të dyve.
Po planet e tua në vijim, cilat janë? Çfarë do bësh në më të re se kaq? Tani çfarë do bëjmë? Muzikë do bëjmë, se gjë tjetër. Çfarë do bëjmë? Bashkëpunim tjetër veç djalit. Bashkëpunim, kemi disa bashkëpunime tjera, kemi. Me disa emra të muzikës popullore. Bledar, para se të të falenderoj për praninë tënde në studio, ne do të donim të gjithë, unë dhe publiku, të kishim një performance live nga ana jote. Patjetër që po. E i rumulla krugës bardit, nga zhordiku kesen e vijan, qënat kur se ka marru, sa lezet ka pashoj shtijam. Rumulla krugës bardit, nga zhordiku kesen e vijan, alke quna, ajde quna, po ju rujt të berenia. Bravo. E para është në Roma, e ty ta më jeti, o të dy apira jemi, ju kom si sytemi. E është në Roma, e ty ta më jeti, o të dy apira jemi, ju kom si sytemi, amon amon, ju kom si sytemi, amon amon, ju kom si sytemi. La major. E çun çun çun, haydi maşallah, lumelu, onuna çeteka. E çun çun çun, çun içi lezzet, lumelu, o çiçek amaz ve. Zemra ime do konjak, përmëm dhe për e kalçonel, kamarjerë më s'jel të pi, e me një vajz kameran dashni. Zemra ime do konjak, përmëm dhe për e kalçonel, kamarjerë më s'jel të pi, me një vajz kameran dashni. E në më mirë më si shqipa, sa në zemër më ki, e ja vajz mos më mundo, se ty shumë të dashuroj, ne më mirë mos i shqipa, sa në zemër më ki, e ja vajz mos më mundo, se ty shumë të dashuroj. Kjo ishte një super performance, Bledar, dhe të falenderoj shumë. Por, dua të di të dasma ime sa do jetë pazari, sa do më marrësh. Këto më kavesh në gusht. Nëse do jesh ngusht, do vi dhe pa lek. Au, shumë faleminderit. Tani, unë dua të hap dasmën me Hayreddin Pashën, si ti brane që jam, dhe dua të ma këndosh pak Hayreddin Pashën tani këtu. Patjetër. Live. Faleminderit. Hayreddin Pasha, o po i bjeno na ti, i kësë valo ku jano, to ma lete di, i bresë valo ku jano, to ma lete di bres, valo ku janë, këto ma lete di bres, o bojno ku veno, o nat fuzjori, se zbojno ku veno, o nat fuzjori, ses. O në fuzjoricës, o morë ke kala, aja Hayreddin Pashën, e ka qetë bela, ja Hayreddin Pashën, e ka qetë bela, ja. Faleminderit. Ishte fantastike! Falenderoj shumë, ishte shumë kënaqësi dhe të uroj shumë sukses dhe qof një sezon i mbar. Shumë faleminderit nga ju. Një nga zërat që tërhoqi vëmendjet gjatë protestës para kryeministrisë ishte ai 19 vjeçarit nga Fani i Mirditës. I angazhuar aktivisht në kauza qytetare, ai vendosi të flasë publikisht për shqetësimet që shet të rinjt dhe sistemi i shëndetit.
Everest, mirë se erdha. Mirë se u gjeta, zoti ju rujt, faleminderit për ftesën, edhe sa më shumë suksese, paçi, edhe ne mirëditor themi ja u pasha harën. Faleminderit. Everest, je vetëm 19 vjeç dhe je në protest. Çfarë të shtyu të dalësh në protest dhe të ngresh zërin publikisht? Po e para herë më shtyn se shoqëria me s'del. Më është e para që s'dalin. Një pjesë e tyre. Kurse pjesa është ndeshme del, me thënë drejtën, sepse janë përdit me mua aty. Mundohen të jenë përdit se kanë punë kështu, po që kjo është domethënë janë shumë gjëra pse unë dal në protestë. E para normal që unë mbush kupa ishte kjo Zvërnecit. Realisht kur pash, nuk e di a është foto e vërtet apo është me inteligjencë artificiale, po ajo e borderit Shqipëri-Izrael mu nuk e di domethënë, realisht e përjetova shumë keq. Edhe janë shumë kauza me thënë drejtën, shumë kauza për çfarë dalim aty. Edhe inshallah sa më shumë, por me çfarë shoh duhet një ritëm tjetër. Pak më parë thej që gjysma shoqërisë time nuk del në protest. Nuk influencohen nga ju që dini dhe pse kanë zgjedhur që të mos dalin në protest? Cilat janë ato arsye që ato nuk dalin? Nuk dalin sepse një ndër arsyet kryesore është sepse familjarët e tyre janë tek Partia Socialiste. Një pjesë mund të kenë babain, nënën, çunin e xhaxhit, vajzën, thash, tek Partia Socialiste, pra tek partia që është pushtet. Një ndër këto. Tjera pastaj janë se nuk e di, nuk është se intereson shumë. Janë thjesht njerëz që ndoshta kanë më shumë qef ose si më thon qëllim tjetës kanë të hanë, të pinë, të rinë edhe të jetojnë. Kemi parë dhe nga ato që ankohen në rrjetet sociale por nuk protestojnë. Doja të di ti pse zgjodhe të protestosh, të dalësh. Po zgjodha me protestu se siç e thash më parë janë këto kauza domethënë, janë 1001 arsye, kjo e Zvërnecit, si të thosh, u mush kupa, por që këto influencerë domethënë këto që thjesht postojnë edhe nuk dalin, janë thjesht fake off, thjesht për vëmendje gjë ajo po shifes unë e du Shqipërinë dhe ma besoj që njoh personalisht njerëz që për ditë postojnë protestën, hedhin video bile dhe i kanë dhe virale, po që ndjen fare. Domethënë sikur ne të quajmë Izrael sot, dhe jo Shqipëri, pra themi që në Morin kufizot, edhe pse unë nuk kam qef ta them, po e them për arsye politike, si thosh shteti i Kosovës me Izraelin, nuk ju bën përshtypje, kupton? Thjesht për vëmendje, për klikime, nuk është diçka më shumë. Për Shqipërinë fare nuk. Kemi parë dhe nga ato influencerë që kanë dalë në protestë. Po, ato që kanë dalë respekt, me të thënë drejtën kam pa shumë figura që nuk i prisja, nuk e dia ta mund të përmend ai emra, do të më përmend a është gabim ajo. Po mund të përmendesh, nuk ka problem. Për shembull, nuk e prisja që Jacqueline Lekatarit ishte aty, që ditën e parë. Edhe është ditë për ditë, nuk e di pse nuk e prisja, po ndoshta nga këto Big Brotheristat, këta nuk jam kundra Big Brotherit absolutisht, nuk jam kundra. Jam kundra në disa gjëra, po nuk është se po e cek për atë pjesë. Jacqueline nuk e prisja, me thënë drejtën, që nga dita 1, Roza Lati nuk e prisja. Që nga dita 1 dhe kanë qenë tek drejtoria policisë, ku mund kemi qenë maksimumi, mund të them 100 sa veta, ku sot jemi me mira, po ato kanë qenë ndër të parët. Nuk i prisja se ma bën e pyetje, nuk i prisja, nuk e di, as vetë nuk e di, po nga që ndoshta janë më shumë të fokusuar tek pjesa e mediave, pjesa e Instagramit, e gjërave më thash, po nuk e di, nuk i prisja. Po që shumë respekt, edhe realisht kam pa dhe këto influencer, domethënë kam pa personazhe fytyra që unë i njoh nga TikToku që kur në botë realisht nëse do organizonte një protest në këtë lloj mase, këtë lloj përmasash, unë do thoja këta nuk vinë. Edhe ata janë aty për ditë. Zakonisht janë paragjykuar se dalin për famë dhe Shumë unë jam i parë që i kam paragjykuar dhe realisht i kërkoj falje ndër gjegjes time, si thosh. Që e kam thënë këtë, domethënë, por realisht i kam pa aty dhe shumë respekt për ata që kanë ardhur. Ti para pak ditësh ke mbajtur një fjalim para qindra njerëzve. Doja të di si reagoi familja. Familja reagoi mirë, me thënë drejtën, në atë moment babi po më filmonte dhe në atë moment fiks pa e mbyll videon, si të thosh, pa ta shtyp pat pikën e kuqe, vjen ma bën me shenjë që hajde dhe e përqafoj atë, domethënë. Absolutisht u kënaqën shumë. Po që edhe të afërmit normal më shkrytën, më thanë, okay, bravo, shumë mirë, shoqëria më supportoi, më ripostuan, më thashë me komente, më kanë mërë. Absolutisht, të falenderoj. Por që më kanë mërët në komente se më kanë shapo, më kanë bë salat Cezar më kanë bë. Çfarë të shanë dhe kush ishin ato persona që të shajnë? Më kanë sharë këta patronazhit, ata që kanë shitur familjen e tyre tek Edi Rama. Domethënë janë të tillë njerëz, se normal tash jemi në media, jemi në kamerë, jemi në televizion, nuk mund të flas dot me
Me kështu po janë njerëz që për shembull nëse Edi Rama ose këta që janë pushtet do tentonin ose do t'i pyesnin për shembull shiko se a mund ta kemun familjen tënde, po më pa pikë problemi. Nuk është thjesht ti je mirë ti si kryeminist edhe ti si grup ti jeni mirë, tjerët nuk ka problem. Kupton, nuk është se s'ka ndonjë gjë, thjesht ti ju jeni të gëzuar. Kjo është domethënë. Është problem me thënë drejtën, këta patronazhistat. Komente privat pafund. Kërcënime ke marr? Pafund jo, nuk kam marr pafund, por kam marr 5-6. Një ndër to mund na thuash pak? Ta kemi idenë se çfarë kërcënime. Ta them unë, një ndër to është nëse të zëjnë Tiranë ta bëj shpinën më të butë se barku. Se na morë goja. Nga Afrika, ju lutem, ë. Kjo është domethënë një ndër. Po ke edhe nga ato që më kanë shajtur, nuk më kanë lënë gjë pa thonë, jo do të bëjmë këtë, do të bëjmë atë, sikur të jenë kartela nga Kolumbia, nga Meksika. Besoj janë Instagram e fake këto. Nga këto 6 ose 5-6 një ndër to është real dhe e kam gjetë personin, edhe dita ditës domethënë po flasim për t'u taku. Thjesht për t'u sqaruar, jo për ndonjë gjë më shumë. Kjo është domethënë. Kurse ti ato po falso, absolutisht falso. Faqe makinash, jo lule, jo. Të kanë ndikuar Everest? Fare. Thjesht ato më japin motiv që unë shkoj sot në 7. Dalësh prapë. Sot në 7, po. Dal prapë, dal më fort. Bëj thirrje dhe shokëve që nuk dalin. Ju bëj thirrje, unë ju marr në telefon, bile po të hap telefonin, nuk ju kërkoj falje se bezdis, së farë, nuk ju kërkoj pikën e faljes, zero, sepse do ta keni detyrim moral, po çfarë ju bën tash? Kjo është për të mirën e të gjithëve, janë gjithë së bashku. Po gjithë së bashku, po kur vjen puna ke vota, nuk e dia, un kam hartën e votimeve, kam këtu domethënë është o zoti i madh, është tmerr me pa hartën e 11 majit 2025-s është tmerr. Realisht është tmerr. Është nuk e di domethënë për se dalin një po e shajnë deri ditën e fundit votën të gjithë. Është nuk di çfarë them. Inshallah bëhet më mirë. Është dhe pak korrupsion Everest. Pak si shumë. Është pak si shumë. Duhet cekur te kjo. Tani, duke qenë se babai yt ka punuar në sistemin shëndetësor. Çfarë ke dëgjuar më shpesh në shtëpi për sfidat e mjekëve dhe infermierëve? Po kushtet skandaloze herë. Ne kemi parë dhe tani. Po i keni pa vetë domethënë për atë rastin që un thash për pjesën e babait, që pacienti i ka vdekur në duart e tij për oksigjen. Shumica nuk e besojnë. Po që kur pyes realisht njerëz që kanë pas njerëzit e tyre në për kështu rastesh ma konfirmojnë në 100%. Po që kjo është kushtet skandaloze herë. Shëndetësia falas është gënjeshtra, nuk e di domethënë që ti po nuk i dhej ça 5 ose 10.000 lekë zbohet fjalë, po na 20.000 lekë, po nuk të merr përsipër ai. Lehet çfarë thon shëndetësia fal, nëse ju keni pa vetë, nuk është se jam. Po, ne e dim. S'është se jam unë jam askushi për t'ju treguar ju këto, po i keni pa vetë, kupton, po që thjesht nga një pikpamje tjetër. Çfarë problemi mendon se shqetëson më shumë sot personelin shëndetësor? Po absolutisht pressionin nga ata sipër, nga ata të fortit. Të fortit në thonjsa domethënë. Mund të jeni edhe të fortë më vërtet, po se di ju kam lënë Zotin. Po që është kjo pjesa presionit pa pik dyshimi. Babi nuk e jo se kam babë, jo se du më emër. Normal që du ta mbroj, po në këtë rast jo, nuk e ka vrarë mendjen kurrë. Edhe pikërisht sot është pa punë. Se nuk e ka vrarë mendjen për presionin, për të fortët fare, zero. Prej sa kohësh nuk punon babi? Ai nuk punon prej 2017-18 diçka e tillë, u bën shumë vite dhe me këtë rast gjej rastin të përshëndes Ilir Beqen, po ai nuk mund ta shohë se është në burg, sa i nat. Çfarë të bëjmë vlla, nuk unë të përshëndes, po nuk mund të më shohë, kështu që pse e përshëndet? Je mirë aty. Po e përshëndes në mënyrë ironike, sepse ka qenë pjesë e ekipit më të shitur dhe më të paftyr që ka njoftë historia e shqiptarëve kudo ku kanë qenë, para Partia Socialiste. Partia Komuniste, nuk jeni socialista, ose ti je socialist, ditët e sotme është do ta kesh për nder, domethënë ti je me parimet e majta, po ju jeni komunistë, ju s'keni pikë lidhje, ju s'an kupton fare. Babai yt nuk punon më në profesion. Jo, s'bëhet fjalë, 2 diploma i ka, as fare domethënë nuk s'bëhet fjalë fare. Pse s'bëhet fjalë? Po s'bëhet fjalë fare, për se janë këta në pushtet. Kur tikin këta mbase mund të futet. Po plagët dita 56 vjeç sot, çfarë do punoje? Okej, është mosha pensionit 65, është punëtor me thënë drejtën. E shoh shkon në fshat shpesh çandruhe kështu, është goxha punëtor.
Po që qa do punoje mua i, të të marrë 10, bën gati 10 vjet që ka nova ajo, ti jesh 10 vjet pa punë për një denoncim që shiko, ka diçka. Nuk po ja përmend emrin, besoj të ta kuptosh rastin, është një gazetare e televizionit më të madh në Shqipëri momentalisht. Dhe ajo i tha kryeministrit në një lidhje direkte, i tha disa të vërteta. Dhe këta tani kuptove për kë? Po. Tani gjithë populli Eduard Rokiti, o lumne për ty, po për çfarë po Eduard Rokiti po bën punën e vet? Tani po nuk ja tha gazetarja dikujt vërtetën. Nuk e di, këtu është prallë gjithashtu. Do me thënë Eduard Rokitet gazetarja dhe ti kërcënohesh dhe shash, të dole thaj diçka të vërtet. E kupton tash, më kupton ç'a bëhet këtu? Këtu është jo prallë, po këtu është nëse ti do të vesh fëmin tënd nesër në gjumë, tregoj Shqipërinë. Tregoj si qeveriset vendi këtu. Everest the më parë kur të ikin këta. Kur të ikin këta, kush pretendon të vi? Qa pyetje. Shiko, me të thënë drejtën, që kam relat personale, kam me Arlin Qorin dhe Adriatik Lapajn, thjesht jemi miq, ndoshta nuk e quaj se kemi goxha diferencë moshe, po takohemi shumë shëndetshëm për arsye sepse dhe unë kam pas tek podcasti. Edhe por me të thënë drejtën, qa janë emra momentalisht nuk ma mush me jenë asnjoni. Por nëse do t'isha i detyruar, edhe pse nuk detyrohem edhe për të votuar, nëse do më thonin voton nga këta që janë momentalisht, unë dhe them publikisht dhe për herë të parë votoj Arlin Qorin. Në këtë moment që jemi, nëse nuk del emri i ri, Arlin Qori ka votën time. Bile dhe ja kam thënë personalisht, më ka falenderuar. Dhe ja the prap këtu. Po, ja them prap këtu Arlind, unë ty do të votoj momentalisht, por që dhe ti do ndryshosh pak, se janë ca gjëra që nuk pëlqejnë, po jem më i hard nga këta, domethënë nga këta jam më i mirë momentalisht dhe nuk e dal akoma i shitur. Jo se du të mbroj ty, nuk du ta mbroj Arlindin fare. Se unë ta thash edhe më prapa s'ken që edhe babai me pas gabimi i them baba ke gabim. Po që momentalisht Arlindi është ku di unë më i bardhi, më i pastri mund ta them, që nuk ka dal akoma në pislik. Agron Shehaj absolutisht jo, kush se po shifsha çfarë kur po vija, po shifsha i video në TikTok, Agron Shehaj që tha jo e du Shqipërinë, jo kështu. Agron Shehaj tash në parlament tha që kush vjen investitor këtu ni shtroj tapetin e kuq. Në këtë moment del në protestë kundër investimit. Tash ja mund ma shpjegosh, do të lutem. Po ma shpjegove, okay, do të them fal, po nuk më bën sens. Nuk e di domethënë. Me që je protestues i rregullt që nga dita e parë deri tani. Thirrja Ramanburg, Berishanburg. Zemra jo knof, jo si e knoni, si e thoni, si e bërtisni. Sa më shumë. Ua, unë e them edhe them me bërtitme të madhe, të bërtitme që unë bërtas stadium ashtu, domethënë në nivele kështu. Po që jetë të dy në burg, domethënë ata të dy janë shpirti njëri tjetrit. Të dy po mbajnë njëri tjetrin lojë. Po Tiki Berisha jam i bindur që janë të dy bashkë mendon. Jo janë bashkë, po, mos them që janë edhe në lidhje, nuk e di, edhe mund të jenë, nuk i dihet. Po që janë, po bashkë janë. Po se në qa aspekti bashkë nuk e di. Mos të lek kështu. Nëse nuk, po që janë bashkë jeni çuna, edhe realisht juroj relationship gjatë. Bashkë, jo për popullin, se për popullin mase rëzoni nga shkalla që sot të dy edhe bini me fytyrë. Everest. Nëse do e kishe kryeministrin përballë për 2 minuta. Vetëm 2 minuta, jo më shumë. O çfarë pyetje. Çfarë do t'i thoja? Shiko, me të thënë drejtën e Zotit, nuk është mirë me shajt, pse normal a kupto fjalë të pista, jo për qëllim tjetër që janë të pista. Apo fjalë të pista, të ndyra, po do ta kisha shajtje, me ç'a të kem, me ç'a të mvije, domethënë do ta kisha shajtë, ndoshta do kisha tentu për të zënë fizikisht. Jo ndoshta, po do kisha tentu, domethënë. Kam parë edhe një postimin tënd në TikTok, ku e mallkon me gjithë shpirtin. Me dorën në zemër. Shiko, atë pak e ka. Ma besoj e ka pak. Atë e ka shpëtim, bile e ka shpëtim, po ta zej mallkim. Shpëtim për atë, shpëtim për ne. Ai është e keqja vetes, mendoj unë. Ai dhe Saliu dhe shumë këta politikanët, këta të ndeshni, ta jemi te kryeministri. Po, ke kryeministri, okay. Është nuk e di domethënë, realisht në atë video na kanë bërë tek puna. Edhe një moment doktori më thotë prit se kemi pacient, edhe kemi pak minuta pushim. Edhe një moment thjesht më erdhin me për të bëj video dhe e bëra. Përcitja. As hashtag as gjë, veç në atë moment domethënë. Jo shumë, po nuk e di domethënë, nuk bile kam protestë që realisht për këtë zot më folin veç për atë video, veç për atë.
Edhe bile po më thotë njoni di brandi, më thotë po më thotë kam shert me njonin apo e mallkoj herë, po ja, por I thash le më rehat. Kjo ishte e bukur. Everest, a mendoni se do ta rrëzoni kryeministri Edi Rama? Me këtë lloj proteste paqësore, jo që nuk kemi për ta rrezu, po thjesht ai do rrihet më shumë pushtet. Se edhe ironizon shumë ai. Po ai është Dhe thotë që mua më kanë votuar shqiptarët dhe unë pa mbaruar mandatin tim, unë nuk largohem. Kështu që ju e keni të kot. Protestoni se protestat janë po ta them që në këtë mënyrë është e kot. Unë siç e thash tek video tek Reelsi, duhet plani B. Si është plani B, Everest? Plani B është minimumi 200 deri në 300 çuna të rinj. Jo më shumë për mu të jenë 1 milion, më kupton, po 200-300 çuna të rinj edhe pastaj flak, benzin, molotov, dhun, nuk ikën me paqe, nuk ikën ky. Ky nuk ka shan, nëse ky ikën me paqe, unë Ti do jo ishe vetëm një ty, nga- po çajan dhe këtu mbrapa, Po. domethënë ju kam borxh gjithë, çaj janë Po ti do ishe një nga ato persona që do shkoje me molotov. direkt. Nuk do mendoje fare për pasojat pas. O direkt, për atë zot, unë e them që tashim, nëse e di që unë me më vra, pak të një shef haren vlla ime tjerë, okej, mund të sakrifikohem, nuk e vras me e fare, Çfarë bën Everesti për Shqipërinë? Po. Bravo. Ne Bravo. se s'do të më thonë, po janë dhe videot e mia aty, domethënë kur unë gjuj një policin kokë tani me qesa aty. Nëse s'doja më e përmend këtë, po pa e përmend, është një video gjë. që e ka hedhë jeta Ktu shef jemi aty. për perla. E ka hedhë jeta shef, domethënë një godas, një polis domethënë, I shkputet dikush nga kordoni. Edhe ky domethënë një moment I shkputet me vrapë dhe ky polici që po e ndisha unë shkon dhe I bjen këtij. Dhe unë moment tani nga I nati shkoj ja fus në qesë kokës. Sa të kem pa, është video në internet, mund ta shohësh. Sa kam pas takat në dorë me të majtën. Çfarë ndodhi pas kësaj? Pas gjë, thjesht unë vazhdova protestën. Nxori inatin tat. Jo, I natin se nxora, ajo ishte 0.0.1% asaj gjëje që unë du t'ju bëj këtyre. Ajo s'ishte asnjë gjë, ajo thjesht ishte një ledhatim ose një shprehje. Nuk ishte asnjë gjë ajo. Ta thash, këta dun molotov, këta dun zjarrin brenda. Këta, kështu me protest me fëmijë ose bëhet siç është një, nuk kam asnjë gjë kundra flamingove, po siç është një kordon aty kur fillon marshimi, edhe mblidhen gjithë si styardesa, gjithë mblidhen kështu dhe ja japin kështu. Hapu, ti hapu. Edhe pikturojnë fëmijët, po e rrëzove Edi Ramën kështu, or ju kam borxher do vras vetëm. Ajo është si gjë sensibilitete. Po lemër çaj gjesti. Okej, të vazhdojnë me gjestet. Unë isha në terren me thënë të drejtën dje ose pardje. Isha në terren në punë. Edhe pash ca persona me daulle dhe erdhën 2 vajza me qiri. Pelima ata janë kodra. Çfarë kuptimi ka kjo? Tani se protesta me valle nuk mendoj se po me daulle nuk e di a e ke Jo, me daulle kështu. Po me tupan, po nuk e di a e ke për atë xhaxhin me kapele që del me kap 2000 lekëshin apo Grup. Grup. Për ata grup nuk për mendimin tim nuk e din për çfarë protestojnë. Ata s'janë fare, s'janë askund. Por ajo që më ka bërë përshtypje kanë qenë shumë të huaj. Po kanë qenë të hujt se e kemi pa janë më shumë se dërlisën e ata. U vra 18 vjeçari, sa ishte ai në Francë, u dogj jo Parisi, po u dogj çfarë ishin qytete gjigante në Francë, kurse këtu s'ka gjë. Vëti familje, puna e madhe, jetë një kryeministri apo. Kështu është prall, tu thash, nëse do të vesh fëmijë gjumë, tregoj qeverisin këtu, ose ç'a bëhet protestën këtu. Thuj, hapën këngë çamerisë ata edhe e rrëzuan Edi Ramën. Me çamerin. Ke menduar ndonjëherë të largohesh nga Shqipëria? Në këtë moment jo. Nuk e kam menduar ndonjëherë. Po ku e shef veten pas 10 vitesh duke qenë se ti je edhe studenti I stomatologjisë? Pas 10 vitesh, pyetje interesante kjo. Shikoj, me thënë drejtën nuk di çfarë me të thon. Nuk e di. Si e mendon të ardhmen tënde në Shqipëri? Të ardhmen time me thënë drejtën. Do ma thuash edhe nëse rrëzohet kryeministri Edi Rama dhe nëse nuk rrëzohet kryeministri Edi Rama. Shikoj që ky do hiki, po sa do hiki këtë herë këtë herë se besoj të hiki. Po shikoj, ndodhi diçka, erdhi një media bullgare. Televizioni kombëtar, po a nuk e di se nëse ka pas shumë media ndërkombëtare. Shumë media dhe edhe më thotë të marr pak një intervistë 2 minuta. Po më I them unë direkt. Edhe I them unë aty që nëse Edi Rama nuk rrëzohet me këtë lloj proteste, ne ta gëzojmë diktaturën dhe ta gëzojmë Kim Jong-unun, Junin që Shqipëri si ka ai, që është ai me syt kështu. Po. Ai I palestruar I Koreas së Veriut. Kështu domethënë. I thash ta gëzojmë. I thash ta gëzojmë diktaturën, kupton se nuk ka tjetër, është domethënë e vetmja protestë që edhe xhaxhi për shembull që po më thonte është goxhan mosh dhe më thotë nuk kam pa ndonjëherë protestë në Shqipëri këtë lloj përmase. Nuk e di, për mua Edi Rama nuk ka për të rrezuar kurrë me këtë lloj proteste, duhet tani bë.
Plani B ishte te ti. Plani B është ai që thashun dje domethënë aq sa kemi qenë dje në protestë, unë e maj mend kemi qenë duke hikur krushk tek dasma kur u martu vajza xhaxhit tim. Shumë pak kishte Shumë dje. pa aq sa ishim Por dje. unë dua të di diçka. Çfarë që ikët nga Aksi Rinas Tiranë? Ai ishte kurthi papama, ishte super kurth. Ike ti? Ikam tek që të uja dhe u ktheva. Pse? U ktheva se u lodha me thënë drejtën e para, e dyta kuptova që ishte kurth. Kush ishte udhëheqësi? Udhëheqësi, me të thënë dyshohet se i saktë unë ma beso se nuk po, jo se Me aludi, me dyshim. po, me aludime thuhet që është Gent Progni. Po Thuhet, po nuk e di ai ishte ai, me thënë se nuk kam qenë tek pjesa e parë. Nuk e di ai ishte ai, me thënë drejtën, por që thuhet që ka qenë ai, nuk e di, domethënë realisht nuk e di. Po pse e bëri këtë? Po nuk di çfarë të them, ai ishte kurth i madh për të lodh protestuesit, për shembull unë çka kam qenë atë ditë protest, nesër nuk kanë ardhur se kanë qenë të lodhur. Po është lodhje fizike. Shiko, tash, shumë madhe. unë e maj mend kam pas një fluturim për diku dhe i them mamit, më çon dot në Rinas? Po, merr taksin, do të lodh dhe mund tash me makinë nga la Praga në Rinas. Ti lodhesh me makinë, jo më të shkosh në këmbë. Është për mua është kurth, është budalliku më i madh që ka ndodhur këtë protestë. Po në kurth tjetër, çfarë ka ndodhur nga Po protesta? kurth, shiko, ne protestojmë me kurthe. Aty ke kurth. Domethënë, një shtat ja futa kot. 2 në 7 ose 2 në 6 veta janë patronazhist. Ose pjesëtar të kurthit. 2 në 6 ose 2 në 6. Bëjmë dije se protesta nuk ka organizim politik. S'ka organizim politik, edhe falenderoj që e përmende, faktikisht grupi që është të marrë përsipër, shiko, është protesta popullit, po një grup që merret me fonin e që merret me mikrofonin, kështu është një grup që kur realisht unë marr pjesë. Unë dhe babi im marrim pjesë aty. Tek ai grupi. Nuk po ja përmend emrin sepse më kanë thënë vetë mos ja përmend emrin. Po janë 2 figura shumë të famshme. Janë realisht shumë të përfolur momentalisht, shumë të famshme që jemi pjesë atij grupit. Kjo është domethënë, kjo është që po merrem me atë, po që është protesta normal, populli jemi të gjithë, po që nuk është s'ka lidhje me partin fare, zero. Se shumë thonë që ka organizime politike. Jo, janë ata janë për çfarë, një që ato të Partisë Demokratike kam dëgjuar se nuk i lejojnë. Kanë kriju shumë debate. Ata kanë kriju për çfarë, shiko, unë po ta them, nuk e kam thonë, domethënë kush më njeh e din shumë mirë, po për njerëzit që nuk më njohin, unë kam votu Partinë Demokratike me 11 maj dhe e kam pasaportizimin në fund të Mirditës dhe jam çun 6 mjesit, kemi qenë makina full burra për të votuar PD-n dhe Sali Berishovicin, që mu thaf dora që votova, po çfarë di bëj? Pse do thaf dora më? Mu thaf dora se ky doli në lidhje romantike me Diranën. Çfarë di bëjmë tash? Lidhje romantike me Diranën. Absolutisht romantike dhe jo lidhje romantike, po lidhje nuk e di domethënë. Që inshallah shuhet sa më shpejt. A është e vërtet që mblidhen lekë për fonin? Shiko, me të thënë drejtën, është diskutu, po. Edhe është po, mblidhen lekë për fonin. Mblidhen lekë është shiko, me shumë mund të jetë diku tek me aq informacion mund ta kem të gabuar, se grupi fonisë është diku që merre janë diku tek 3-4 veta, që janë pak a shumë të bërë. Unë nuk jam pjesë e 3-4 vetave. Se faktikisht në shkollë nuk na japin gjuhën shqipe dhe kemi harru ato. po që është realisht është një shumë faqe normal, fonia nuk djem falas. Më thonte gjyshi një shoku tim thonte pa lek, se ndoshta mund gjaj shumë, jo banale, po pa lek nuk shkon nëna me babain pa lek, do më than mënyrë gallat. Dhe është realisht është e vërtet kjo. Që pa lek nona babës i thotë vlla, po s'm dhe lek nuk nëse. Se po flasim për këto. Po që po realisht është një shumë që mblidhe thjesht sa për tipa bëj beku dush nuk e di sa është. Po mendoj unë që mund të jetë diku tek 200 e pak. Po më shumë nuk e besoj. Po nuk e di se nëse kur ta marr vesh do të ta them. Nga kush mblidhen? Kush je? Nga vet ata që nga vet grupi jon domethënë, është thjesht kontributi ynë personal. A dhe ju dalt për hajër. O zoti i rujt edhe dal për hajër inshallah rrezohet ky më se ç'a hajër. Ky do rrezohet. Po të leqës do rrezohet se me fëmijë nesër. Që nge shumë kundër. Jam shumë kundër se nuk. Ati gjesti që vin me fëmijë, pse e kaq kundër? Jo, nuk jam kundër. Jam shumë pro asaj proteste, por për këtë kauzë jo. Nëse do të rrezosh Tiranën me fëmijë. Okej, që jemi te kauza. Më thuaj. Cila është lista e dëshirave që po proteston sot? Si lista e dëshirave? Për çfarë proteston sot? Qëllimi, po. Se dëshira më e madhe është të ikë Edi Rama. Po, ky është, ti ky Bisha.
Po kur të vi tjetri, çfarë ka Ai problem sot në tjetri Shqipëri bile që të unë rregullohet? sot kur kam qenë duke u qeth, po e diskutoja me berberin dhe po i thoja që ai që do vije mas këtij do ta mbasi fund shpinën mirë. Ose siç e thash në protestë vithet. Do ta mbasi mirë. Sepse nëse Edi Rama rrëzohet me protestë, do rrëzohet ai tjetri. Nëse rrëzohet për mendimin tim ky është ky ja ka kalu dhe Enver Hoxhës për mua. Unë sa kam jetuar është ta flas kot, am kupton, po Me çka ke ngju? me çka kam ngju, ky është shumë i fuqishëm, Ti është shumë i keq. mbështesje Arlind Qorrin? Arlin, jo nuk e mbështes, thjesht nëse hapen votimet. Mendon se do e përballoj, është aq i aftë sa të drejtoj gjithë Shqipërinë Arlind Qorri? Shumë pyetje bukur, nuk e besoj, nuk e besoj. Po që nuk kam çfarë të bëj. Kë Po do pse e votoj? mbështet pra kur nuk e Më thuaj ti beson? këtë votoj. Agon Sheajn, që është i shitur mbas sheikëve të Dubajit dhe shkon në Dubai shpesh herë dhe nuk e di çfarë bën. Po flitet shumë që në Dubai bën gjëra që nuk i. Çfarë? Çfarë bëjnë Po Dubai? nuk e them dot asgjë. Po jo tani ti thuaj, s'ka Po gjë. konsumon gjëra tani. Jo, na e thuaj tani Njerëzit çfarë bëjnë tani- në Dubai. Se unë nuk e di. Shiko, pra Agon Sheajn nuk e di çfarë bën në Dubai, po e di që lëviz shpesh. Se kam një mik që është tek partia e tij. Shkon për qef. Shkon për qef, po në Dubai flitet që njerëzit konsumojnë gjëra që nuk janë të konsumueshme. Konsumojnë konsumojnë gjëra që nuk janë të konsumueshme. Po nuk e. E bukur kjo. Jo, kjo është informacion i bukur Everest. Po, këtë e din gjithë bolla me thënë drejtën. Jo, vetëm se dia. Okej, ta që mora vesh. Por Jo, nuk që kjo është nuk për Po mendimin ndonjë tjetër përveç Ja, Agronit? nuk ka, të gjithë janë, si thashun e njoh shumë mirë personalisht Adriatik Klapajn. Se që kam pas edhe podcast, ja kam i rësaj Po, rastisim. Adriatiku mbajti dhe protest, qa Nuk është ai për mendimin tim, aty? aty është tek nuk ka Ja, asnjë hartë, nuk ka. Nuk ka. Do dali emri i ri se s'bën. Do dali emri i ri ndaj aktor, ndaj Aktor, Për shembull unë kisha për thonë shembull. se doli dikush nuk di ta përmend emrin, se faktikisht jo për ndaj arsye kështu, po s'kam se t'ja përmend emrin, doli në video me te dhe unë jam shumë pro që t'ishte për shembull në krye të vendit Bujara Sjeriu. O, pse? Po sepse ja ka pas shumë ka pas shumë probleme me këtë popull dhe besoj që problemet që ka pas ai nuk do i kishin në tjerët. Problemet që ka has ai. Është fol për Marin Memaj, çfarë mendimi ke? Shko, Marin Memën unë e kam shumë shok, rrim për ditë bashk. Po që është për fol që të marrit postin e kryeministrit. Marin Mema nuk i futet politikës i vetëm, ose s'ka për të futur ndonjëherë kur këtë harrojni, këtë ta keni nga unë dhe ai ja thot vetë në përpostime, ka thonë vetë se po ja them unë, po ka thonë vetë që nuk i futet politikës. Nuk është figurë politike. Është shumë për gazetare, për njëri i heq kapelen, po nuk është për politikë. Nuk ka për të futur ndonjëherë. Nuk don ai apo Nuk e don ai, përballon, po se që mendon nëse i ti? futet politikës, i futet grup. Nëse është një grup i mirë fill, po vetëm nuk ka pikë shansi. Grup me kë? Grup me njerëz që ende nuk kanë shitur pjesëtar të familjes tyre tek Edi Rama, ose tek qeveria. Grup intelektualesh, grup njerëzish, ku diun, po të jenë njerëz të mirëfill, të jenë njerëz, jo të jenë kafsh. Nëse të doje të ndryshoje 3 gjëra për të rinjt në Shqipëri. 3. Me thënë drejt jam i çik dembel, edhe nuk e di si do ngjaj kjo tek këto që do të gjejmë, po unë do thoja që çdo student do merrte minimumi 600 euro në muaj. Edhe nëse s'punon fort, do i ketë 600 euro, zarfin do i ketë ke shtëpia, do i ketë në dorë, do i ketë në xhep, do i ketë tek mensa ku ha, ku dëgjon, ku doje po do i ketë. Shumë dashke ti. Po 600 duhet, 600. Që edhe janë pak, po 600 duhet. Po pse shumë, a do heqi qeranaj. Çfarë do ngeli pastaj? Unë do doja të shtohen më shumë mundësitë e punësimit. Që që Po, kjo ishte student të dalë vetë në jetë, do jo ta marr lekun qyr. Po, diskutohet, Por, pa dyshim, dhe të ketë një ndihmë nga shteti, jam shumë dakord. Këtë po them që kjo 600 që duhet tjerë për të qeran, për të pastaj normal për dal. Për shembull, nëse unë do kisha këtë 600 nga shteti, normal që do vazhdoja të punoja, më kupton? E dyta mund të ishte realisht e kam menduar vetë. E dyta mund të ishte një vit Erasmus me kusht. Me kusht se s'bën gjithë. Që ta provosh domethënë çfarë është 3 larg vendit tat, ta menosh ta masësh mirë fund shpinën nëse do të largohesh nga vendi jot apo jo. Se un kam shumë shokë shoqe që kanë hikë në Erasmus dhe ma beso kur janë kthy nuk donin tiknin më kurr. Jo se s'kan kalu mirë atje, po thjesht s'ka si Shqipëria si veni jot. Kjo pra po bëhet të gjitha për një jetesë më të mirë, po largohen gjithë nga Shqipëria dhe për këtë po protestojmë, ne që mos na largohen të rinjt, mos na largohen familjarët. Po protestojmë unë e ti, jo të gjithë. Shumica. Jo, s'janë shumica, s'jemi kaq ne. Shumica i ke pe çau bodi ke fanbase ke Francë Senegal. Të merr, më shumë ishin tul tu pa neshin. Ishte shumë njerëz. Shiko, këtu janë njerëz të shitur në maksimum, nuk di çfarë të them. Këtu është prall. Ta thash dhe jeshtë, po e them për herë 3 dhe lash nam duke thënë po ta them. Ve fëmin gjum
tregoj Shqipërinë. Everest, me datë 20 qershor pritet një protest më e fortë. Çfarë do bëhet, si e parashikon, a do ta arrini qëllimin, me qenë se parashikohet një super shumë. Po të jemi sinqert, E fortë. unë du të arrijet qëllim, por nuk e besoj, sepse protesta shumë paqësore, më shumë se ç'duhet. Po që pritet vjen diaspora. Të bashkohen kratë e Shqiponjës që momentalisht nuk i kanë vend vet, të vinë bite edhe kratë e Shqiponjës. Diaspora pra, pritet jetë proteste madhe, edhe të shohim tash ç'a bëhet. Inshallah por zot, po nëse unë do të jem pak realist. Me protestë me fëmijë, me nuse, me gra, me pedikyr, me manikyr, me selfie, me make-up. Protesta ka qenë paqësore, duke qenë se ka pas dhe fëmijë, dhe kanë qenë mosha të treta dhe gra shtatzane kanë parë shumë të protestë. Po ke pasur, ka qenë protestë paqësore, normalisht që e diskutuam, po që nuk do të fitojmë gjë këtë protestë. Jam super pro, po të them dhe herë, po jo për këtë kauzë. Kjo është shumë kauzë e madhe, është rrëzimi i kryeministrit, nuk ke domethënë në Shqipëri s'ke ndonjë kauzë tjetër. Po është bashkimi kombëtar ose bashkimi i trevave që ajo s'besoj të ndodhin asherë, edhe pse me shpirt du. Po që kjo është domethënë është kauzë gjigante, të rrezosh kryeministrin, shife vetëm. Shpresoj t'ja arrini. Dhe t'ja arrim të gjithë së bashku, se dhe unë jam një ndër to që protestoj dhe jam shumë i pakënaqur me gjërat që po ndodhin në Shqipëri me gjithë këto kauza, por fasad. Por për mbyllje të kësaj interviste, bashkëbisedim do ta gjëra më shumë. Do të doja një këshill nga ana jote për të gjithë të rinjt dhe të gjithë ato që protestojnë, por dhe ato që nuk protestojnë dhe kanë frikë të protestojnë sepse janë të Partisë Socialiste. Unë do t'jap një këshill, po do t'jap dhe një mesazh për disa persona specifik, por mesazhi për të rinjt do kisha thonë unë që mos u shisni, mos dëgjoni gjyshit tuaj, sepse gjyshit i keni komunista 90% e juve, janë të çmendur dhe mbase shuhen dhe gjyshit tuaj, dhe nëse unë i kam gjyshet ose gjyshi komunist, inshallah shuhen dhe të mit, që të shpëtojë vendi. Mos u shisni, dilni në protest, ngreni zërin për drejtat tuaja. Edhe këto domethënë, dhe edhe i them po e them për herë të parë dhe nuk e di sa buj do të bëje kjo. Po të sugjeroj ta presësh vesh dhe nuk e di, e dini ju. I them një patronazhisti që filmon qytetarët. Të di emrin dhe të di targën. Ju falenderoj dhe ishte kënaqësi. Everest, falenderoj shumë, ishte kënaqësi e madhe dhe jam shumë i lumtur që je një djalë kaq perfekt dhe të kisha sot në studio. O zoti rujte, ma beso kënaqësi është e imja, inshallah shihemi. Do të shihemi. Do shihemi më shpesh, zoti rujte dhe zoti mall sa më shumë suksese këtë mijat e botës. Do të mbyllim duke thënë zoti rujt Shqipërinë dhe zoti rujt të gjithë shqiptarët. Zoti rujt gjithë shqiptarët, shihemi sot në 7. Në orën 7 me Everestin. Nesër më shumë rrof Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve. Tani do të flasim për një temë që në të ardhmen mund të bëhet realitet ynë. Bitcoin është një nga fjalët më të dëgjuara vitet e fundit. Për disa është ardhmja paras, të tjerët e konsiderojnë investim me rrezik të lartë. Por sa dim realisht për të? A mund të pasurohesh nga Bitcoin? A është i sigurt dhe a duhet të investojnë shqiptarët? Për t'u përgjigjur këtyre pyetjeve, sot kemi në studio ekspertin e teknologjisë Shahin Dokuzi. Mirë se erdha. Faleminderit. Për njerëzit që nuk e njohin këtë treg, por dëgjojnë vazhdimisht fjalën Bitcoin, si do ta shpjegonit me fjalë të thjeshta? Tani Bitcoin është një monedhë, sikur janë rreth 50 milion monedha të tjera, kur rreth 10-20 mijë janë aktive, pra kanë emra të ndryshme, Ethereum, Bitcoin e tjerë. Kur çdo mund të krijojë një monedhë, u bë që të rinë disa edhe skuadrat e futbollit, le të themi Inter Milan, krijonin monedhën e tyre me idenë se njerëzit do t'i blinin. Pra është thjesht një monedhë jo e prekshme siç kemi euron apo dollarin apo lekun, është një monedhë virtuale, pra le të themi teknikisht e pa prekshme. Përdoret për të transferuar, sikur përdorim aplikacionin e bankës për të transferuar euro dollar, edhe ajo përdoret për të transferuar asetin e vet. Ideja ose synimi ka qenë që të kishte një monedhë që mos ishte varur nga bankat, pra ndryshimi është ose euro, leku printohen varësisht inflacionit, pra shteti printon sa i duhen etj. Në këtë rast ka vetëm, le të themi rastin e Bitcoinit, janë 21 milion Bitcoin dhe nuk janë më shumë, pra nuk mund të printosh sa duash. E veçanta ose mira e kësaj është pasi nuk kontrollohet, pra nëse
në një moment shteti mund ta nxjerrë lekun jashtë funksionit ose mund ta mbledhë. Bitcoini nuk ka njeri akses kontroll, pra nëse unë do dua të bëj një transfer, të dhuroj para, teknikisht po t'jap nëpërmjet bankës do duket kush është transaksioni, kush e bëri, në Bitcoin është private. Prandaj edhe për këtë gjë pëlqet apo ishte synimi vet, pra që gjithë t'i çojnë para kujdo pa u marrë vesh. Çfarë bën të ndryshme nga euro ose leku? Teknikisht euro dhe leku kontrollohen nga bankat. Pra kur ne depozitojmë 10 euro në bank, banka le të themi ka të paperin ose kompjuterin e vet dhe mban shënim që ky person depozitoi 10 euro. Ndërkohë që unë me Bitcoin mund të nis pa e marrë vesh njëri. Pra teknikisht është private, gjë që gjithë e duan privatësinë, ishte edhe qëllimi kryesor. Është e pa, le të themi, e pa gjurmëshme, pra nuk dihet kush është personi mbrapa. Ka fi shumë të ulta, pra nëse unë dua të nis para dikujt në Amerikë mund të ndoj brenda javës, ndërsa me Bitcoin mund ndoj deri në gjysore, pra mund të shkoj që nga 1 minutë. Fit janë më të vogla, pra për të njëjtën shumë, nëse bën një transfer bankare, fija është shumë herë më e madhe se sa me Bitcoin. Kështu që prandaj pëlqet më së shumti e ka për privatësinë. Normalisht që nuk përdoret vetëm se po blejmë diçka private, ajo përdoret ose është krijuar më së shumti le themi edhe për të shitur armë, drogë online dhe asnjë nuk e merr vesh, pra le themi nëse teorikisht Amerika nuk e mbështet, marrim një rast hipotetik. Si armë, drogë online me Bitcoin? Një rast, nëse Amerika nuk e mbështet Rusinë, duke qenë se sulmon në Ukrainën, hipotetikisht apo në media, ndërkohë që teknikisht mund t'i çoj para me Bitcoin që Rusia të blejë armë të sulmoj. Pra le themi teorikisht Amerika thotë Rusi që ne nuk të ndihmojmë, nuk bëhet fjalë etj të sulmosh Ukrainën, ndërkohë që teknikisht mund t'i nisi para me Bitcoin. Pra politika nuk është krejt si kur shikohet. Fakti që ka hyrë Bitcoin dhe ky është i gjithë synimi apo pse e kanë bërë pra paskenat që kushdo mund t'japi para kujdo pa u diktuar. Pra teknikisht le themi nëse unë dua të ndihmoj dikë për bler, le themi bëhet fjalë për fuqi të mëdha për bler armë, ndërkohë që në televizion dali që ne po e dënojmë Rusinë, po i vëmë sanksionet, me Bitcoin mund të nisi para sa të doj, kështu që teknikisht ndihmon nga mbrapa dhe nuk është se e merr njëri vesh. Kjo është edhe ana e errët ose arsyeja sepse do të thënë ne përdorim Bitcoin dhe nuk është se do të mund ndoshta ndonjëherë ta hiq. Po pse njerëzit në mbar botën po vazhdojnë të kenë interes për të dhe pas kaq vitesh? Pa le themi shumica normalisht mendoj se do fitojnë, pra sot nuk ka më fitime thjeshta. Dhe këtë doja të pyes. Edhe fiton nga Bitcoin. Shiko, çdo gjë është e bukur ku del, pra nëse do ta kishim bler në fillim nga kurioziteti apo si një gjë e re, do të kishim fituar. Sot nuk është se mund të fitosh, mund të fitosh, por është nuk është thjesht. Le të marrim rastin nëse blem gold, pra flori, nëse blem naftë, do ta dim që u ngushtua kanali në Iran, teknikisht kjo do të sillte që nafta do t'i rritet çmimi. Pra është diçka e prekshme, domethënë, ndërsa Bitcoin rritet vetëm nga fjalët, nga influencer, le të themi, ishte zgjidhja e Amerikës. Trump tha që unë do ta mbështes Bitcoin. Teknikisht unë mendoj që Bitcoini do të rritet dhe shkojë e ble. Pra Bitcoini është një aset që nuk varet nga gjëra të prekshme, varet vetëm nga fjalë. Mos harrojmë pjesën që Trump sapo erdhi në pushtet, duke qenë se loboi shumë që do t'i mbështesë kriptomonedave. Ai dhe familja e tij krijuan Trump më së pari krijoi monedën e vet Trump. Bleu 80% monedave dhe pas 3 ditësh i shiti dhe humbën të gjithë njerëzit. Pra ai fitoi rreth, nëse ka hedhur shkurt një kull Trumpi, ka fituar 80 kulla, pa ai kishte 80% monedave Trump Holding në Holland. Pra vetë presidenti i Amerikës le themi i bëri një gung shumë të madhe dhe shumë para, do thënë miliarda, mendoj që humbën vetëm nga moneda e tij. Aktualisht si janë vlerat e një Bitcoini nëse do të konvertoheshin në para? Bitcoini ka dalë me 0.01 le themi, përdojmë euron për më kollaj në vitet më parë, ka arritur deri një 120.000 euro le themi, vjen 2025, tani ka vajtur edhe 65.000 euro. Siç e thash, nuk është se varet nga diçka fikse, prandaj edhe ka një risk të lartë, varet pra le themi mund dali përsëri Trump apo kushdo qoftë që të bëjë një prenoncim që unë do të mbështes këtë gjë dhe njerëzit me shpresën se do të rritet e blejnë. Le ta krahasojmë me një gjë thjesht, pra nëse ti e shikon që çmimet e apartamentit tjera po rriten, thua po ble një apartament, a jap me qira sepse do të rritet, pra varesh nga diçka që çmimet do të rriten, fitimet do të statike, pra është një gjë e prekshme, ndërsa me Bitcoin thjesht mund të flasi dikush
i lartë, bukur etj etj, dhe ajo do të sjellë rritjen ose rënje. Pra nuk është e prekshme, prandaj dhe ka një risk shumë të lartë. Pra asnjëri nuk e di se si do të jetë nesër. Do të thënë është si të luash jackpot, shor të vësh një lotë dhe të presësh 30 minuta si do dalë, ose të hedhësh tani dhe të presësh nesër sa do jetë, sa do vdihet etj. Pra nuk është diçka e prekshme. Sa realist është miti i pasurimit të shpejtë që shohim në rrjetet sociale? Normalisht para mund të kem bërë ata që e blen në fillim ose që bën mining, pra nëse unë jam IT them çfarë është kjo gjë e re, mund ta kuptoj para të tjerëve dhe kam bler ose janë paguar në ato monedë për punën që kanë bërë. Normalisht që iku ajo kohë ku do fitonin. Pra të parët kanë fituar, ndërsa tani është vetëm le themi është tamam 1000, nuk është se do mund blesh. Plus që po ta llogarisim edhe me buxhetin që kanë shqiptarët, sa kursime mund të ngeli. Pra që të fitosh Bitcoin nuk mund të hedhësh 1000 euro. Nëse blen le të themi 1000 euro, do të rritet 5%. Le të themi more 50 euro, çfarë janë? Do të thënë urinë për një muaj apo çfarë. Pra nuk janë asgjë. Bëhet fjalë që ti të hedhësh 1 milion euro dhe ai 5% është 50.000 dhe ti do ve. Pra nuk ka sens të luash me shumë të vogla tani. Pra le të themi nuk është se mund bësh para. Kush i bleu në fillim që ishte shumë lirë si pa dashje, si nga kurioziteti, si për është paguar për diçka, ai ka fituar, se normalisht nëse ka bler me 1-2 apo unë kam bler që ku ishte me $170 dhe ka vajtur 65.000, po unë se kam bler se do të fitoja. Thjesht e kam bler se janë paguar për i punë, thanë paguajnë Bitcoin, pra komplet është kush e mori që në fillim. Sot nuk është se mund të bësh para, se që blesh do të hedhësh le të themi miliona euro që ajo 1% që 2 të tjetë në disa mijë euro, do të thënë nuk bëhet fjalë që unë të hedh 5.000 euro dhe të pres 3 muaj të fitoj 100 euro, do të thënë që nuk hyn gjë. Askujt, do të thënë. Në fakt doja ta di se cili është gabimi më i madh që bëjnë fillestarët kur futen në tregun e kriptomonedhave. Gjithë futen me idenë se çfarë humbën, pra duke marrë ose duke parë që ky ka fituar, të futem edhe unë, sepse mos ta humbas rastin, Po që nuk është kaq e thjeshtë, pra cilat janë vështirësitë? E para është mashtrimi. Duhet të kesh kujdes, ne kemi shumë raste dhe plot në Amerikë, në Europë, kudo. Që unë mund bëj le të themi një platformë fikse, sikur është platformë që blen dhe shet kriptomoneda. Asnjëri nuk mund ta dallojë, ose le të themi përdoruesi i fundor nuk e dallon. Hyn tek platforma ime, blen kripto. Doko që ato nuk janë të sakta, pra ai nuk i merr më paratë veta. Siç ata që të investosh duhet të kesh shumë njohuri financiare, teknikisht duhet të jesh IT që ta kuptosh një farë forme si funksionon, ose mund të jesh ekonomist që ka shumë njohuri financiare. Duhet të ndjekësh shumë lajme, pra të luash me kriptoasete është le të themi një profesion me vete, nuk mundesh thjesht bësh një punë tetor dhe po luaj pastaj ose po hedh parat në. Me çfarë shumë fillestare duhet futet dikush të investojë në Bitcoin? Shiko, nuk është se ka shumë fillestare, po siç e thash, nëse unë hedh 1000 euro se aq kam kursuar, okay? Le të marrim një njeri që punon tetor mesatari në Shqipëri, do punoj disa muaj, do kursoj 1000. Se do të rritej rreth 5 ose 10%, do të fitote 5 euro ose 100 euro për rreth e muaj, ndërkohë që nuk i hyn fare në xhep, le të themi. Nëse pra që të investosh, duke qenë se rritja mund të jetë disi në përqindje vogla, duhet të investosh shumë që ajo të jetë e ndjeshme. Pra nëse i shqiptar ka kursuar 5.000 euro, e ka shumë më kollaj tapi një dyqan, blej rroba apo një produkt. Dhe themi ta shesi dhe di që nga ai produkti do të fitojë dhe ka të sigurt, se sa me 5.000 euro të hedhi në Bitcoin, ose duhet presi shumë vite, gjë që nuk ka që po u rritëm. E kuptoj, po Bitcoina duhet parë si një investim afatgjat apo si një mënyrë për të bërë para shpejt? Jo, është normalisht një investim afatgjat dhe prapë edhe aty nuk është se është e sigurt. Se teknikisht po të ishe e sigurt, ishim hedh vetë këtë Bitcoini dhe kishim pritur pastaj ku të shifrshonin vetë, domethënë. Kishim lënë, unë them si disa herë ta dinte se sa do shkojë, kisha lënë Shqipëri peng Bitcoin edhe do ishte rritur. Pra asnjëherë nuk dihet. Aty është hidhi edhe po doli nesër, po u rrit. Nesër domethënë pas shumë viteve nuk është se është. A duhet edukimi mirëfillt financiar apo mund ta bëj kushdo për të futur në këtë treg? Jo, duhet edukim i mirë, dhe shumë i mirë, jo vetëm edukim. Pra edukimi është pjesa fillestare, pastaj duhet t'i ndjekësh, pra le themi marrim rastin. Mund të disa nga ato se çfarë mund të ndjekin? Jo, ka shumë faqe që flasin me Bitcoin, thjesht duhet pash parasysh që të jenë faqe të sakta globale, pra ka lloje. Duhet që se ka dhe shumë faqe mashtrimi. Po, patjetër. Dhe ndaj doja të na flasësh pak ti. Që të jemi pak më transparent me të gjithë ato që duan të futen në tregun e Bitcoinit. Duhet të ndjekin shumë lajmet, nuk është vetëm edukimi, le të themi tani nëse kanali Hormuzit u hap, i bie që çmimi i naftës do të ulej.
Pra u var nga një fakt, ndërsa edhe Bitcoini varet nga shumë fakte, domethënë, por që duhet që të lexojmë. Pra tani është koha e mirë për shembull për të bler naftë nga që ul, jo se thjesht ul, po ul se ndodhi një fenomen. Pra edhe për të bler apo për shitur Bitcoinin duhet ndjekësh shumë lajme, shumë fenomene të botës, pra nuk është thjesht bëjmë tetor një punë gazetari le themi dhe më vonë hajde blem nga kafja Bitcoin. Pra është profesion me vete. Ne dimë që në bursat e New Yorkut apo në Barcelonë ku janë njerëzit të rinë para ekranit gjatë gjithë kohës, ndjekin lajmet, shohin dhe shifrën më të vogël. Le themi kush investon është profesion më vete, nuk mund të thjesht po hedhun këto para dhe po rit mirë, po ul mirë. Domethënë është duhet ndjekësh çfarë do lloj lëvizje, lidhet Këshilli Evropian bën një ligj të ri që e mbështet ose kontrollon, për shembull Europa tani do ta kontrollojë, nuk do që ta lej maq private, njerëzit tërhiqen, ose le themi nëse ka një krizë globale të parave, ose investitorët trembe thot parat do të mund t'i bie vlera, hajde të blej gold ose hajde të blej Bitcoin se nuk e kontrollon, pra nuk është aq e thjeshtë. Duhet lexosh lajmet, duhet lexosh histori, gjithçka që mlidhet. E kuptoj. Sot na shfaqen reklama të shumta që premtojnë fitime maramendse. Si duhet ta kuptojmë ne që janë reale ose janë mashtrime? Që kur shfaqen reklama dihet që janë, do të thënë përfitime maramendse apo merret tani se do t'i absolutisht që është mashtrim. Bitcoini nuk është se e rrit njëri, pra unë s'mund të të bëj ty reklam që blie tani se do rritet, unë nuk e kontrolloj Bitcoinin. Pra nëse dikush thotë që blie tani se do rritet, dije që është mashtrim. Pra nuk e kam dorë as unë askush ta kontrollojmë atë aset. Normalisht gjithë mund të hiqen sikur japin mend, teknikisht ndodh edhe në Shqipëri, le të themi është një fenomen që sot e ke biletat me 20-40 euro, mund shkosh edhe në Dubai me 100 euro të fluturosh, bën një foto atje në një hotel, me një yacht me qira, hiqesh sikur ke para, edhe thua që gjithë të ardhurat i kam nga Bitcoini. Pra le themi unë mund të shpenzoj 500 euro të dukem sikur bën një jetë luksi, dhe të gjithë do më shuaj si bëra, unë i themi bëra nga Bitcoini, më jetë azëm X para mujore që të mësoj, ndërkohë që unë nuk kam mend fare ose lexoj një lajm janë një skoca për ta justifikuar. Edhe shumë veta po e bëjnë, edhe po ndiqen nga policia, pra ka shumë raste që po ndiqen nga policia, disa të raportuara edhe nga unë, marrin zyra le themi tek ambasador të reshi që të duket sikur jemi në një vend lart, i kemi bërë para nga këto, ndërkohë që mblidhen 5 veta paguajnë nga 100 euro mbarin një zyrë. Shkojmë le themi në vende që janë shumë, është Dubai, por është Shqip, qofse do të marrësh një makinë me qira apo një yacht me qira, mund t'i marrësh me 5 veta nga 200 euro, 1000 euro mori aty, ri bëjnë vajzat foto dhe duket që ne kemi shumë para e bëjmë, pra bën një jetë fake luksi ose raportojnë atë gjë dhe thonë, pra ne kemi raste të vajzave që thonë punoja nga fura e bukës, pa njohuri fare ekonomike apo diçka, tani un jam ose paguajn për Bitcoin, gjë që po ndiqen nga Ministria e Financave për mashtim se nuk kanë fare licencë. Po, cilat janë mashtrimet më të zakonshme që po hasim në Shqipëri dhe në rajon? Përveç pjesës që marrin telefon të mashtrojnë sikur janë ekspertë e tjerë, është edhe pjesa që hiqen sikur bën një ekskluziv, pra nëse unë dal tani në televizor, dikush mund thotë që ky ka njohuri, unë mund ta gënjej, pra unë nuk e di nëse do rritet do ulet, po i them më paguaj se do të mbaj ta detuar, mund t'i nis një lajm kot një cakosa për ta mbajtur etj, po teknikisht unë se kontrolloj Bitcoin, unë do t'i marr lekot, thjesht ai beson që unë jam ekspert, domethënë teknikisht unë mund të jem teknikisht ekspert, por jo se kam në dorë se ku do t'ulet apo ku do të rritet Bitcoini. Kështu që nga këto duhet pasur merak. Ku kisha edhe një rast nga këto mashimet online që hiqeshin vajzat sikur bënin një jetë luksi. Një vajzë që erdhi nga Italia, por shqiptare, kishte ngatuar zyrën dhe me disa blloqe, sepse ata që e mësonin azyrën e vet nuk i jepnin, domethënë. Erdhi tek zyrja ime dhe thoshte unë kam investuar dhe dua të marr etj parat, ndërkohë që tha dhe pikën kur kishte investuar, kishte dhënë teknikisht Bitcoinin në vet ngabuar, të gojë një adres që nuk ishte fare, pra mashtrimet. Po, shqiptarët për shqiptarët vet, po patjetër. Sot është shumë e kollaj, pra mund të bëj një platformë si dua, mund të hiqem sikur kam shumë para, se marr një motor me qira, mund të bëj foto të bukur, marr një makinë të bukur, them është e imi, ai gjeneroj me ai, ti thua u sa lek pas ka bërë ky fakti që unë shkoj në një hotel bukur, bëj foto. Këto janë thua hajde ta paguaj këtë, patjetër. Kështu që duhet të kenë. Pra nuk e ka asnjëri në dorë fatin, pra nuk e kam unë që shkoj bëj foto të bukur në jashtë, se rrita unë Bitcoin, as se unë. Mund të kem një ori teknike, si mund të punohet etj, çfarë mund ndjekësh, por që
jo të paguajmë, domethënë, njerëz, sidomos kur nuk kanë licencë. Këtu asnjëri nuk është i licencuar, Republikën e Shqipërisë, Agjencia Mbikëqyrësh Financiare, për dënë mend për këtë gjë. Janë gjithë ashtrime Po, këtu. patjetër. Tani un kam një USB. Okej. Ja, do shikoj që kamerë. Sa para mund të mbaj kjo? Bitcoin. Dhe themi po ta marrim Bitcoin, se teknikisht Bitcoin, po Bitcoin. duke qenë se nëse marrim dhe monedat e tjera, kjo mund të marrë barat e gjithë botës. Bitcoin. Nëse marrim me Bitcoin, Bitcoin ka një numër të limituar rreth 21 milion Bitcoin. Le të themi sikur janë 21.000 euro, nuk janë më shumë, deri 21.000 euro, janë 21 milion Bitcoin. Nëse marrim me vlerën e sotme, do të ishte rreth 1.4 trilion euro që të duheshin nëse ne do harxhonim 10.000 euro në ditë. Do duheshin rreth 375.000 vjet të harxhoheshin, do të thënë duke harxuar 10.000 euro në ditë, do duheshin 375.000 euro që të mbaroheshin gjithë ato lek, kaq e madhe është. Do të thënë 1.4 trilion ose 1.365 miliardë etj euro. Goxha. Do të thënë nëse harxhoje 10.000 euro në ditë, do doje 375.000 euro etj, dilin dhe një dinosaurë, do të thënë që ti mbarohej gjithë to para, normalisht është shumë Goxha. madhe, kështu që. Janë shumë amarramenca. Po. Të falenderoj shumë Faleminderit. që ishe pjesë e emisionit tonë dhe do të jetë kënaqësi, do të jesh gjithmonë i mirëpritur për të Faleminderit. folur përsëri për Bitcoin dhe është rritur apo jo. Okej, Çfarë do ndodh me të? Të falenderoj edhe një herë. Faleminderit. Nga atmosfera e muzikës, tashmë do të kalojmë tek parashikimi i yjeve. Por jo nga ato çfarë jemi mësuar të shohim çdo mëngjes apo çdo fillim muaji. Politika shqiptare po kalon një nga periudhat më të nxehta të viteve të fundit dhe sot do të përpiqemi ta shohim atë nga një këndvështrim tjetër. Për këtë kemi astrologën Elena Demollari. Faleminderit për ftesën. Elena, mirë se erdhe. Mirë se ju gjitha, faleminderit. Në fakt doja të di më shumë për letrat tarot. Letra tarot janë përdorur që në kohën e lashtë edhe flasin për të kaluarën tënde, për të tanishmen dhe të ardhmen, të japin këshilla si do jetë jeta tënde sipas shenjave të horoskopit. Janë përdorur këtu e 100 vjet më përpara, por hyn edhe te psikologjia më shumë. Hyn te psikologjia dhe bëhet një parashikim sipas shenjave për të parë dhe situatën si do ndodhi dhe energjinë e çdo personi. A shikojnë njerëzit letrat tarot dhe i besojnë? Po, i besojnë, unë kam pasur shumë klientel që i besojnë, janë kurioz për të bërë një parashikim si do jenë, si në punë, si në dashuri, si në fat, si në lidhjen e tyre të dashurisë ose në biznesin e tyre, në karrierën e tyre. Po politikan shqiptar ke pas? Unë personalisht jo, por në koleget e mia besoj se po. Okej, me që ti nuk i ke pas, le t'i shohim të live një herë politikanët. Okej. Dua ta nis me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Ramën. Po, për shenjë gafores, për të parë situatën. Për momentin po kaloj një situatë të vështirë dhe i kanë dhënë veten të bllokuar si në punë, si në dashuri, si në patë, si në lidhje, si në karrierën e tij, ka bllokime mentale, po duhet të çlirohet bllokimit që ka dhe mund të ketë një tragjedi, një fatkeqësi, por për momentin do jetë pak konfuz, do jetë pak rëmuj, por në fund fare do përballet me persona që janë të lëkundur në mendimet e tyre, e kanë mundësi për t'ia dhënë një shans dhe nuk do t'i japin, mund të marrë dhe lajme të mira dhe lajme të këqija. Do ketë një komunikim të vazhdueshëm me universin, do ketë një balancim dhe nga ana shpirtërore do gjë një qetësi shpirtërore, do gjë shërim. Shumë thashë themi ka pasur në ajër, akoma do ketë thashë themi, por diçka e re po i vjen, një energji pozitive do i vi, por për momentin shoh që do kaloj udhëtime të gjata pune, po do kaloj situata të vështira. Çik me vështirësi, po do i kaloj. Kalojmë tek Belinda Balluku. Belinda Balluku peshore. Mos i bëj gjërat me sy mbyllur se nuk e kupton se çfarë po ndodh mbrapa vetes së saj. Ka armën e besimit, armën e zemrës, do ndihmohet, për momentin nuk është e sigurt, nuk është stabil dhe është në një pozicion të vështirë, por mund të ketë diçka, mund të ketë edhe pak rrugë zgjidhje, do jetë shumë zemërtyer në lidhje me dashurinë, gjatë kësaj periudhe 3 veta mund t'i plagosin zemër dhe do jetë shumë zemërtyer, mund të ketë kaluar ndonjë divorc, ndonjë ndarje, ndonjë pabesi, ndonjë
tradhti, është shumë e vendosur, me një vendimari do marri një vendim ose e vendosur për të akmar dikujt tjetër, është në pritje disa lajmeve, do marri lajme të mira, mund të marri lajme të mira, mund të marri lajme të këqija, por do ketë turbullira, do ketë turbullira. Kohët e fundit, por në fund fare do i qartësojnë gjërat. Taulant Balla. Taulant Balla Luani, shikoj që do përballet me çështje ligjore, është shumë luftarak si person, si shenjë Luani që është, ka një intuit fort, një energji të fort, nga ana financiare do jetë i kompletuar, i pëlqen të ketë një bashkëpunim, por do përballet me çështje ligjore, nëse ka çështje ligjore do ketë stabilitet, kërkon të drejtën e tij, vërtetën e tij dhe mund të dalë i fituar në gjitha drejtimet, mund të ketë një energji pozitive, por shikoj që do përballet edhe me çështje ligjore. Elisa Spiropali. Peshqit. Duhet të ketë kujdes nga personat se mund të bjerë duhet të ketë kujdes nga personat materialistë, se mund të bjerë pjesë e mashtrimit, manipulimit, intrigës, ose dikush mund të apusi në kthetra. Duhet të ketë kujdes nga personat negativ, gjatë rrugës së saj dikush mund ta gjenjë, ta mashtrojë, ta manipulojë, po duhet të jetë e kujdesshme. Shikon drejt horizontit të largët me një vendimari, do marri një vendim, do jetë shumë e vendosur, do ketë një përfitim të vogël, mund të ketë edhe një profesion të dytë në punën e saj, në profesionin e saj, do ketë ribashkime, ripajtime, mund të ketë një ortak, një partneritet, mund të ketë diçka, por shikoj që do ketë goxha ndryshime, do jetë një ndryshim radikal, do i ndryshojnë gjërat, si në punë, si në dashuri, si në familje, dhe mund të jetë një fundi epoke të vjetër dhe do ririndi një epokë re. Mund të jetë edhe një fundi cikli të vjetër dhe mund të jetë një cikël i ri, po do ketë goxha transformime. Niko Peleshi. Duhet të ketë kujdes gjatë Niko Peleshi, një person i tretë mund të ndërhyjë në mes, mund të sjellë ide të zeza, mund ta lërë të mërzitur, mund ta shaj, mund ta bullizoj, çështje ligjore, çështje institucionale, shikoj që mund të ketë edhe ka të bëjë me persona të çelik autoritar, shefa e prora, çështje institucionale, po do ketë rrugëzidhje. Shikoj që mund të ketë edhe një çështje, po do ketë rrugëzidhje. Fillime të reja, një dritëshile, dikush do i kërkoj të falur ose mund të ketë një partneritet, duhet të ecë përpara mos se këtë kokën prapa, po do ketë rrugëzidhje, do zgjidhen gjërat me kreativitet. Ogerta Manasterliu. Shenja Britsjapit, duhet të ketë kujdes nga personat negativ ose personat që janë të ftohtë në komunikim, mund t'i transmetojnë një energji negative ose mund t'i japin një re të zeza, mund t'i japin një uragan ose një tornado, po duhet të jetë e kujdesshme. Me një vendimari do marri një vendim, mos marri opinionet të tjerëve, duhet të eci përpara, do jetë në pritje të shumë lajmeve, po dikush mund t'ia presi në mes. Gjërat mund t'i ketë të ngrira, por në univers do mendoj, do ketë një stabilitet, udhëtime të gjata nëse ka menduar për ti kur jashtë shtetit, do marri lajme të mira, mund të jetë pak e mërzitur, universi do t'i japi dhurat të bukur, por do marri lajme të mira dhe nga ana shpirtërore do gjen një qetësi paqetësore. Tani të kalojmë pak tek opozita. Kryetari e Partisë Demokratike Sali Berisha. Peshorja. Mund të them që mund të ketë dhe probleme shëndetësore, duhet të ketë kujdes shëndetin. Në të kaluarën e tij mund të ketë kaluar një operacion ose probleme shëndetësore, mund të ketë edhe një prishje planet, mund të ketë edhe një falimentim, mund të jetë edhe shumë i brash shpirtërisht, po duhet të ketë kujdes se mund të kaloj edhe një operacion, por shoh që mund të ketë dhe pak probleme shëndetësore. Ka pasur goxha pengesa në jetën e tij, do i kaloj këto pengesa, do i plotësoj. Dikush do largohet, mund të jetë një largim pune, një prishje planesh, pavarësisht që mund të ketë pasur dhe pengesa, por nga ana shpirtërore do gjej një qetësi shpirtërore, do bëj një udhëtim të gjatë. Duhet të ketë kujdes shëndetin se mund të ketë edhe një prishje planesh, falimentim ose dikush mund të falimentojë
ose çdo gjë të marrë fund, mund të jetë edhe një epokë që mund të jetë diçka, një epokë që epoka ime po mbaron ose një cikël, fundi një cikli, por fundimtar dhe mund të jetë një cikël i ri. Gazmend bardhi. Gafore. Duhet të ketë kujdes në rrethin e shoqëror, shikoj që dikush do ta tradhtoj, dikush do largohet me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim pune, një prishje planesh, dhe dikush mund ta tradhtoj ose do largohet me gënjeshtrat e tij. Nëse ka të bëjë me çështje pronash, do bëhet një problem i madh, mund të ketë edhe financë, biznesin, gjëra do i ketë pak të turbullta, do ketë turbullira kohë e fundit, por në fund fare do ketë qartësime, do marri lajme të mira, nëse është në pritje disa lajmeve, do marri lajme të mira, po duhet të ketë kujdes tradhtit, se do ketë tradhtim më shpine. Flamur Noka. Peshqit. Ka të bëjë me persona që janë xheloz dhe ka një rrugë të gjatë për të arritur atje ku shikon në drejt horizontit të largët, nëse ka të bëjë çështje ligjore, duhet konsultohet mirë me një avokat, do i plotësoj dëshirat e tyre, beson shumë te universi, ka një uniti të fortë, një energji të fortë, duhet t'i japi koraj vetes, duhet t'i japi forcë vetes. Është shumë e patë nëse ka kundërshtar, do largohen nga jeta e tij dhe do ketë një fat, do të ecin gjëra të mirë. Por shikoj që mund të jetë edhe një ndryshim fati, mund të ketë ndryshime në jetën e tij private ose në jetën e tij profesionale. Jorida Tabaku. Duhet i besoj intuitës së saj, energjisë së saj, duhet ketë kujdes nga personat mistik, që mund të jenë persona misticizëm, që merren me misticizëm, në persone që mund të transmetojnë një energji negative, për momentin mund të jetë konfuze, nuk e di se çfarë të zgjedhë, mund të dali pak nga vetja, mos marrë shumë opinion të tjerëve, duhet të eci përpara, do ketë një dashuri vulkanike, mund të ketë një lidhje dashurie ose një dashuri vulkanike, po kohë të fundit do jetë pak konfuze, por në fund fare do ketë stabilitet, do jetë një familje kompletuar, një trashëgimi, një pasuri nëse ka të bërë çështje pronash, por në fund fare do kenë rrugë zgjidhje. Agron Shehaj. Shigjetari. Ka qarë ka lëtuar për një person që ka humbur për 3 kërkesa, ja refuzuar 2 përgjigje do parashtrohen, mund të jetë pak i bllokuar, mund të ketë strese, mërzitje, bllokime, por mund të jetë i bllokuar edhe në biznesin e vet. Nëse ka pasur probleme me biznesin e vet, do ketë rrugë zgjidhje. Por shikoj çështje institucionale, nëse ka të bëjë çështje institucionale, nëse ka të bëjë me çështje drejtësie, mund të përballet dhe me drejtësinë. Ngritje ekonomike në biznes, do marri lajme të mira, nëse është në pritje disa lajme, do marri lajme të mira, por mund të ketë një dokument, një kontratë, mund të ketë edhe një çështje ligjore. Tani kalojmë pak tek Erion Veliaj. Erioni Shigjetari është super i mingarkuar, ka një mingarkesë shumë tash e themi, në momentin e fundit do thotë do dorëzohen, por nuk do dorëzohet, do të çeli diçka e re, duhet të ketë kujdes nga personat që janë me 2 fytyra, ka bërë një lutje, është lutur Zotit, por diçka pakërësisht në lidhje me punë, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, fatin dhe prej me gëshër, do zbuloj gjëra të fshehura, sekrete të fshehura, intriga, mashtrime, manipulime, dhe çdo gjë do dali sheshit. Në punë, në profesion do eci përpara, po duhet ketë kujdes me shoqëritë, misit falso. Nëse ka të bëjë me projekte, fejesa, martesa, planimetri, në blirë shtëpi, do i do gëzoj, do lodroj, por do vi një kohë që çdo gjë do i dali sheshit, sikur Zoti do ja nxjerr sheshit të gjitha sekretat, gënjeshtrat, mashtrimet, manipulimet, intrigat. Ilir Metaj. Po kalon një situatë të vështirë, shumë peripecira, një situatë të vështirë dhe për momentin është sikur ka dalë nga lufta i plagosur, por do i kaloj me sukses. Duhet të shmangi shere debatet, konfliktet, mos marrëveshjeve, një konkurrencë, për momentin mund të ketë gjërat pezull, po të zgjidhin gjërat me kreativitet dhe mund të ketë një mundësi, mund të ketë dhe një mundësi të dytë dhe rrugët do të ketë të hapura,
Nëse dëshiron për të plotësuar një dëshirë, dëshira e tjerë do t'i bëhet realitet. Por mund të ketë një mundësi të dytë për të ecur përpara në jetën e tij. Tani nga Ilirit kalojmë pak tek ish bashkëshortja. Monika Kryemardhi. Dashi. Humbje para, shumje pune, humbje dashurie, distancë, largësi, krizë në partneritet, të distancuar, të larguar, është në kërkim të diçkaje, po duhet të presi dhe pak probleme me shëndetin. Është një person që punon, por çdo situatë i ka dalë përpara dhe do përballet me persona që mund të jenë serios dekore dhe kur gabojnë nuk i përmendet si gabime. Çdo situatë i ka dalë purishëm. Do ketë një ngritje ekonomike, financiare, por do ketë fortuna përpara, por në fund fare do dalë i fituar. Adrati Klapaj. Mund të jetë një kuron me shere dhe bate, një kredi, një transformim, një ndikim, çdo gjë që mund të jetë shkatruar ose mund ta ndjej vetëm pak të shkatruar. Nëse ka të bëjë me çështje ligjore, sanca gjyqësore mund të falet, një kontratë pune, një firmë, një dokument që do firmosi, ka të bëjë me persona që janë xheloz do eci përballë, por mund të ketë pak këto krisjet, mund të ketë pak krisje dhe në profesion, mund të ndjen vetëm pak të shkatruar në profesionet e tyre, por në fund fare do firmosin një firmë, një dokument, do janë shumë të vendosur. Edhe të fundin Arlind Qorit. Mërkuri ka dhe një rëndet psiqike psikologjike, do manifestoj, mund të jetë pak gjendje ankthi, duhet të jetë mendime të këqija, duhet të ketë kujdes nga personat që nuk shikojnë drejtimet e tyre dhe pjesërisht kanë spionazhin, duhet të jetë i kujdesshëm, do jetë në pritje të shumë lajë, dikush do e presin mes. Kontrata, puna, firma, dokumenta kërkon të drejtën e tij, të vërtetën e tij, nëse ka të bëjë me çështje ligjore, mund të balancojnë gjërat. Elena, a mund të lexohet politika përmes letrave tarot? Jo, mund të bëhet një parashikim për të parë energjinë e tyre, por jo. Sa ndikojnë datat e lindjes në karakterin e një lideri? Mund ndikojnë dhe për mirë, mund të ndikojnë dhe për keq. A dallohen nga harta astrologjike njerëzit që kanë prirje për pushtet? Shiko, unë nuk jam marrë asnjëherë me hartë astrologjike, por mund të ndikohet Demi, Briciapi, Gafori, Shigjituari dhe një Luan, ose mund të jetë edhe një Virgjëresh. A ka politikanë që sipas astrologjisë kanë lindur për të komanduar? Po, ka, mund të jetë shenja Demit, mund të jetë Gafori, mund të jetë Briciap, mund të jetë edhe Virgjëresh. Le të kalojmë prapë tek kryeministri Edi Rama. Çfarë mund na thuash për karakterin e këtij politikani? Unë s'para merre me politik, por do doja të thoja që po kalojmë në një situatë të vështirë. Është një pyetje që s'di si të përgjigjem. Sipas letrave tarot. Sipas letrave tarot po kalojmë në një situatë të vështirë, por do qetësojnë gjërat. Cilat janë pikat e forta dhe dobësitë e tij? Këtë nuk e di. Nuk Jo, no comment. Okej, le të ndalemi tek emrat kryesor të politikës. Si është evimi në rrugtimit të Edi Ramës? Thash, unë s'para merrem me politik, nuk merrem me politik. Nga parashikimi që bëra, do eci përpara. Çfarë tregojnë yjet për Sali Berishën? Sipas parashikimit që bëra, mund të ketë, thash mund të ketë gjëra, mund të ketë pak probleme shëndetësore, por përsëri thash nuk jam tip që e politikës që të merrem me politikë. Dua të shikosh pak me letrat tarot situatën e protestave. Ja të shofi. Protestës së fundit. Dhe a do vjoj të përshkallëzohet. Dhe nëse shem mundësi për zgjedhje të parakohshme. Jo, nuk shoh. Atëherë, shiko, do vi një kohë që do qetësohen gjërat dhe se kush do marrë drejtimin e vet. Do me thënë do qetësohen gjërat. Për momentin mund të jemi pak rëmuj, mund të vazhdoj këtë muaj rëmuja, pastaj do stabilizojnë gjërat, do kenë rrugëzidhje. A do ketë ndryshime të mëdha politike? Jo, nuk shikojnë ndryshime.
As vend ndryshimi. Absolutisht jo fare. Do qetësojnë gjërat dhe sikur do shkoj atë drejtimin e vet. Ka zëra që flasin për një organizator të fshehtë politik që mund të përfitojë nga kjo situatë. Çfarë lexon astrologjia në këtë drejtim? Nuk shikoj asnjë gjë, nuk shikoj asnjë gjë. Tani Elena me QP për të gjithë politikanët, protestën, unë dua të shikosh pak për emisionin Vibe, me që është një emision i ri, për Medion 60, me që është media e re, por me persona të vjetër në profesion. Po. Si do jetë situata, si do shkoj emisioni im, Media 60, dhe në fund fare një parashikim personal për mua do doja. Atëherë do ta bëjmë një për parashikimin për Media 60, si do jetë Curia. E Curia e Media 60, me që është televizion i ri. Në fillim fare ka pasur pak pengesa, por i ka kaluar me sukses. Nga ana shpirtërore do gjejnë një qetësi shpirtërore, do kapin një mirësi, një skeptër, do ecin përpara. Janë të mërzitur për 3 kërkesa që janë refuzuar, por 2 përgjigje do parashtrohen. Saturni mund të ketë pak çekulibrime, mund të ketë ndal nga vetja. Mos marrë shumë opinione të tjerëve, duhet të ecin përpara, nga ana financiare do jenë të plotësuar, të kompletuar, janë shumë luftarët, do marrin lajme të mira dhe do kenë shumë mundësi për të ecur përpara. Emisioni Vibe. Po, emisioni Vibe do ketë shumë mundësi për të ecur përpara. Po Media 60 e gjithë. Po, edhe Media do jetë më e shikuar, do me të thënë sa do vinë do bëhet më virale, do ecë më përpara. Tani një parashikim të shpejt për mua, unë jam Virgjëresha. Po. Virgjëresh Gushti. Po, në parashikimet e tarotit, letra duhet të zgjidhen vetë për të parë energjinë. Okej, super. Dhe ti do më zgjidhësh 10 letra, Klea. Pa i parë vetë. Okay. Klea, dikush është larguar, nëse ke pasur një lidhje dashurie, dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, një largim puna, një pushim puna, ose dikush të ka prerë në bezë. Po flas në rrethin shoqëror. Je jashtë, si Virgjëresh që je jashtë në kërkim të diçka, je në kërkim të një drite, po kohët e fundit e vetmuar për të kërkuar një dritë, po duhet presë edhe pak. Shikoj që ke kaluar shumë situata të vështira në jetën tënde, shumë pengesa në jetën tënde, por momentin në një situatë të vështirë, po do dalësh nga situata në cilën je. E ke ndjer veten çik të bllokuar, bllokime mentale, po duhet të çlirosh nga bllokimet që ke. Duhet të kesh kujdes nga personat që nuk shikojnë drejtimet e tyre dhe pjesërisht kanë spionazhin, ke qenë në pritje të shumë lajmeve, po dikush ti ka prerë gjërat në mes. Ke të bësh me persona të lëkundur që kanë mundësinë për ta dhënë një shans, se nuk të japin. Një lajm do e marrësh të mirë, një lajm do e marrësh të hidhur. Do kesh një ngritje ekonomike, financiare, në biznesin tënd do ecësh përpara, do kesh shurgëzitje dhe në punën tënde, profesionin tënd. Kur do martohem, Elena? Tani për tani jo. Nuk e kam plan. Do qej burin një herë, pastaj dasma. Burin aty e ke, profesionin një. Elena, të falenderoj shumë. Faleminderit edhe ju. Dhe bashkë do të shihemi çdo javë në emisionin Vibe. Dhe është kënaqësi që të kemi në studio dhe të na japësh të energjinë e mirë që na e jep. Jo vetëm mua, por të gjithë ato që na shikojnë. Dhe një herë faleminderit shumë që ishe prezente. Faleminderit edhe juve. Kështu erdhi dhe fundi i këtij episodi të dytë. Bashkë do të jemi përsëri nesër në orën 11 dhe mos harroni të na ndiqni pasi do ketë shumë surpriza. Mirupafshim.